Të nderuar shikues, mirë se erdhët. Takohemi me të pashoqe edhe për këtë të mërkur. Do të mbetemi sërish tek aktualiteti politik, pasi situata është nxehur me nisjen zyrtare të fushatës elektorale në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Kam kënaqësinë të kem sonte për herë të parë në këtë studio deputeten tashmë të koalicionit Euro-Atlantik në drejtimin e Lulzim Bashës, Oriola Pampuri. Mirë se erdhët. Ediona mirëmbrëma. E para një herë kam kënaqësinë unë të jem e ftuar për herë të parë këtu, edhe pse njihemi prej kohësh dhe një ndër ato gazetare të mrekullueshme që kam qenë e ftuar në emisionet e tua në mediat e tjera dhe kam kënaqësinë të jem këtu në podcast. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Jemi në një moment që duhet folur faktikisht, shërben më shumë se kurrë sepse është fushat në interesin e gjithsecilit prej jush. E nisim nga fillimi teksa u bë ndarja e madhe dhe shumica, edhe pse rezervohem ta cilësoj të tillë sepse duhet pritur 11 maj për të konfirmuar nëse është e tillë apo jo. Nxituan antibashkoheshin Sali Berishës dhe Partisë Demokratike që tashmë ka edhe simbolet zyrtare. Ju qëndruat besnike deri në fund me Lulzim Bashën. Pse kjo zgjedhje? Në fakt Diona qëndrova besnike vendimit tim të fillimit të 9 shtator 2021 dhe i qëndrova besnike parimeve të mia që ishin në koherencë me ato që ndiqte grupimi që drejtonte Lulzim Basha. Kështu që nuk është çështje emri, mund të ishte Lulzim Basha, mund të ishte dikush tjetër në vend të Lulzim Bashës, unë i qëndrova parimeve të mia. Mora një vendim në 9 shtator 2021 që ishte një vendim për mua personalisht edhe pse re, nuk ishte i thjeshtë, sepse ishte një ndarje e Partisë Demokratike, në të cilën njëri grup ishte drejtohej nga një person i cili kishte përfaqësuar të djathtën për shumë vite dhe askush prej nesh, të gjithë ne e kishim mbështetur, dhe grupimi tjetër ishte drejtohej nga Lulzim Basha dhe të gjitha ngjarjet që ndodhen më pas, tërheqja e tij, rikthimi etj me radhë. Pra, unë me pak fjalë nuk i qëndrova ashtu siç thuhet besnike e Lulzim Bashës, kam qenë besnike e parimeve dhe vendimeve të mia. Besoj që koherenca për mua vlen mbi gjithçka, jo vetëm politik, po kudo. Do të thonë nëse ti ke koherencë, ke të gjithë ose më saktë ke një armë të fortë me anë të cilës del përballë gjithkujt. Unë po e provoj tani në fushat. Do të thënë kam një dashamirësi nga kushdo, edhe nga ata të cilët mbështesin krahun tjetër, pra demokrat janë, ata të cilët mbështesin Berishën, një gjë vlerësojnë, koherencën. Është shumë e rëndësishme. Ndërsa grupi tjetër pa dashur t'i paragjykoj, sepse nuk është më paragjykim, është gjykim, besoj që një pjesë e tyre janë ata besnikët të Sali Berishës, me të cilët e treguan që i vendosi atë në listë mbyllur dhe i tha këta janë njerëzit e mi. Flas për ata që u cilësuan si besnikët në kohë të gjatë ndaj Lulzim Bashës dhe u zhvendosën tek Berisha. Sepse Gazmend Bardhi, Dashnor Sula, Sajmir Korreshi, shumë. Tani unë kam qenë brenda të gjithë kësaj situate dhe i kam parë të them në një komoditet time sepse kisha marrë vendimin tim dhe nuk më joshte asgjë dhe askush që të kthehesha të shkoja në atë grup. Pavarësisht faktit që kam patur plot herë ftesa në të cilat më shtonë që duhet jesh këtu, do jesh atje, nuk më ka joshur asgjë dhe asnjë karrige. Do të thënë thjesht fakti që unë nuk jam këtu për karrige, Ediona, dhe këtë nuk e them as për hipokrizi as për asgjë tjetër. Unë jam këtu sepse dua që kam hyrë në politik, kjo që jam, sikurse më njeh dhe ti që para se ty jam politik, dhe dua të dal, nëse do të vim momenti që do dal nga politika, të dal dhe të thuhet që kjo vajzë, kjo zonjë, ajo që ishte nuk ndryshoi, nuk e çbëri politika. Ata të cilët qëndruan dhe i dha Lulzim Basha të gjithë pushtetin, unë kam qenë aty dhe e kam parë gjithçka, me një ftohtësi sepse s'kisha pushtet në asnjë moment në parti, thjesht kam qenë deputete, këtë po. Dhe tek e shikoja që kishin gjithçka. Do them gjithçka ishin më të rëndësishme të atij grupimi, më të rëndësishme të asaj partie, kjo fal besimit që i dha pa kufi, pa kompromis Lulzim Basha, disa figurave që janë aty, që sot shkuan te Berisha dhe Berisha i la me gisht ngojë jashtë liste. Të gjithë ata bën në fund fare kalkulimin dhe thanë që Lulzim Basha propozoi listat hapura. Lulzim Basha ndoshta nuk do të marrë një numër deputetësh kaq sa ç'mund të marrë Berisha në kalkulimet e tyre. Dhe normalisht, pse të mos shkojmë atje? Përfitojmë karrigen siç e kemi përfituar në mandatin e 3, 4, 5, siç janë ata, do të thënë kanë profesion, kanë shndruar në profesion politikën, dhe po rrim këtu, jemi më komod, pse duhet luftojmë, pse duhet lodhemi, lodhen tjerët për ne. Dhe bën kalkulimin e gabuar, sepse është ajo që thash në fillim.
koherenca është ajo që të vlerëson ose të jep vlerësimin edhe nga njerëzit, po edhe nga bashkëpunëtorët. Mungesa e koherencës ka gjithmonë rriset e veta dhe shumë të mëdha, sikurse u tregua. Nëse avantazh ke koherencën, po disavantazh ke që qëndrove me Lulzim Bashën? Kam në fakt unë nuk paralajtoj komentet në Facebook as rrjetet sociale fare njëherë. Në fillim po, duke krijuar eksperiencën mësohesh që janë thjesht toksicitet ndonjëherë që të pengon që të ecësh përpara dhe më mirë ti bën detyrën tënde secili mund të shpreh mendimin e vet, por kjo është çështje tjetër. Unë nuk humb asgjë. Nuk humb asgjë sepse ndoshta jam shumë më komode sesa çmendonin që do të ishin ata të cilët bën gjithçka. Domethënë bën të gjitha, hodhën valle, kërcyen, shkuan poshtë ballkonit, bën elozhe, bën furça ndaj Sali Berishës, dhe Sali Berisha i tregoi që unë funksionoj me besnikët e mi. Ju në fund fare, s'u treguat besnik në me deri në fund, dhe meritoni atje ku janë sot. Pra, duke luftuar drejt asgjës, sepse që të fitosh në listat hapura në listën e Sali Berishës, duhet praktikisht të plotësohet lista e mbyllur për 12 deputetësh, që nuk e di, unë nuk merrem as me parashikime dhe as me nuk e di se si do shkoj, por që duhet plotësohet një lista e mbyllur, që në 2017 Partia Demokratike ka marrë 11 mandate dhe domethënë që ishim të gjithë bashkë në çdo variant. Pra në 2025 kur jemi në një situatë tillë ku ka një pakënaqësi edhe ndaj asaj liste që ka bërë Sali Berisha, që është një listë jo fituese në këndvështrimin tim, duhet plotësohet ajo listë dhe më pas do filloj kalkulimi nga fillimi për gjithë listën e hapur për ata sipas renditjes, sipas votave që do të marrin. Pra është një mundësi shumë e vogël për gjithë ata që pretendojnë të dalin nga lista e hapur. Kështu që se kush ka dalë më i fituar apo më i humbur, do ta tregoj 12 maj. Por gjithsesi më i fituar del ai që ka ruajtur fytyrën dhe nuk ka bërë pirueta për një karrige. Dhe unë nuk bëra pirueta për një karrige, Diona, sepse karrigen time e kam profesionin dhe profesioni nuk është ai që nuk do më lër kurrë dhe nuk e lë kurrë. Tani, para se të vim tek fushata juaj elektorale e koalicionit Euroatlantik, një pyetje shumë direkte. A mendoni ju se duke u ndarë në kaq shumë pjesë Partia Demokratike e djatha në tërësi, thjesht garanton dhe konfirmon mandatin e 4 të Edi Ramës? Pra opozite fragmentarizuar, po themi. Diona, nuk mund të them që opozita sot është në momentet e saj më të mira. Këtë nuk mund ta them dot se do të ishte hipokrizi e tejskajshme. Nuk është momentet e saj më të mira, sepse opozita duhet të ishte e gjitha e bashkuar. Por personazhe si Sali Berisha, i cili interesin e vet personal e vuri mbi interesin pra ju e keni me individin. Vetëm Sali Berisha është vija kuqe. Jo Sali Berisha. Asgjë tjetër. Shiko, duhet kuptojmë një gjë, është bërë dhe pyetja që ndoshta mos i te kalojmë pyetjes tënde. Ediona, është bërë dhe pyetja nëse do mbas zgjedhjeve të 11 maj do të kishte një X rezultate, do të bashkëpunonin me këtë apo me atë. Sigurisht që me Edi Ramën jo. Absolutisht as nuk bëhet fjalë, por ka një vit kuqe. Me 9 shtator duhet kuptojmë ne nuk mund të zhbëjmë atë vendim që morëm më 9 shtator 2021-shit, sepse në fund fare gjithë kjo ndodhi për shkak të një non grata të Sali Berishës. U mor një vendim dhe Partia Demokratike shkoi këtu ku jemi sot. Dhe ne nuk mund të themi që ne rikthehemi të zhbëjmë gjithçka dhe nuk mund të themi demokratëve të cilët sakrifikuan ajo pjesë paktën që qëndroi tek ne, sakrifikoi baltën, sakrifikoi sulmet dhe qëndroi parimeve dhe i qëndroi disa parimeve shumë të rëndësishme. I qëndroi që ne jemi këtu sepse jemi krah aleatit ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi krah Bashkimit Evropian, po jemi edhe në mbështetje të SPAK-ut, që në fund fare këtë po kërkojmë, fundin e pandëshkueshmërisë. Dhe vetmi institucion që na e garanton këtë është pikërisht SPAK-u. Ne po shikojmë një drejtësi që për kaq vite Diona ka qenë aq e varur sa drejtësinë e caktonte politika, e drejtonte politika dhe e menaxhonte politika. Ne nuk e duam më këtë drejtësi, Diona. Nuk e duam këtë drejtësi sepse me anë të kësaj drejtësie ai që ka një pronë nuk e merr dot, sepse duhet njohë një gjyqtar, një prokuror, një politikan, sepse ato gjyqtarin, prokurorin e ka vendosur politikani, e ka diplomuar politikani ndoshta shumë vite më parë, e mban aty dhe e menaxhon sipas nevojave të veta. Pikërisht këtë drejtësi ne nuk e duam. Dhe prandaj ne themi që jemi pro SPAK-ut, dhe jo vetëm ne. Ka një investim të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian, ka një investim të jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për SPAK-un. Ne nuk mund të jemi kundër këtyre dhe të themi ne nuk kemi nevojë për këtë, ne do vazhdojmë siç ishim. Ne nuk mund shkojmë në regres.
Po nëse ndodh që Sali Berisha të bëhet mënjan, të largohet si kryetari i Partisë Demokratike, mund të rishikohen gjërat në vazhdimsi? E djona janë të gjithë demokratë dhe pa diskutim, nëse të gjithë këto vijat kuqe që unë përmenda bien, pa diskutim që demokratët duhet bashkohen. Jo, 2 vijat kuqe janë, Rama dhe Berisha. Pa diskutim që po, po tjetër. Nëse këto bien, njëri ra. Tani nëse këto të dy bien, atëherë pa diskutim që e djathta bashkohet dhe e majta pa diskutim që ka nevojë të rinovohet, se ka brenda saj njerëz me precedent, ka brenda saj njerëz që kanë marrë votat nëpërmjet bashkëpunimit me trafikantët, për shembull siç ishte rasti i Jurgis Qyrbës. Pra janë disa çështje të cilat duhet të ç'bëhen dhe kjo është e gjithë betejë dhe nuk është betejë e thjeshtë, Diona. Dhe nuk presim ne që dikush nuk presim lavdrime, pa diskutim që do të ketë sulme, pa diskutim që do të ketë goditje, siç ka patur sot e 4 vjet, dhe siç do të ketë deri në fund të këtij procesi elektoral, të fushatës elektorale. Kjo as nuk diskutohet. Fakti që kemi 34-35 vite në tranzicion nuk është e rastësishme, Diona. Ky tranzicion është i gjithi i stisur që këto figura që përmendëm më lart të jenë komod, të ndërtojnë secila kështjellat e tyre dhe të jetojnë brenda këtyre kështjellave të fortifikuara nga njerëz të cilët i mbrojnë, i mbështesin, po nëse këto kështjella nuk bien, ky vend nuk bëhet. Jo, ti bëre mirë që e përmendë si vit kuqe Edi Ramën, sepse ka shumë që flasin këto kohë që pas 11 majit Basha mund bashkëqeverisë me Ramën. Po Rama së pari duhet bëhet gati për të hetuar për çështjen me Gonegal. Dhe kështu që Rama nuk mundet të jetë fare në listë për të bashkëpunuar në asnjë lloj varianti. Rama duhet bëhet gati për të hetuar për çështjen me Gonegal, ka të bashkëpunosh dhe të kompromentosh një agent e FBI-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bie të cënosh sigurinë dhe besimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Gonegal e mori përgjigjen e tij dhe pa diskutim ardha e presidentit Trump na bën dhe më të qartë dhe më të sigurt që kjo çështje do shkojë deri në fund. Kështu që fakti që Rama ka të gjithë, nuk e thot kot Basha atë 77-313, dhe ajo është një nga shprehjet e tij që kanë ngjitur më shumë, Diona, sepse të kesh të gjithë kolegët, bashkëpunëtorët në burg, pjesë më të rëndësishme, domethënë ministra të rëndësishëm, ish zëvendës kryeministra, dhe ti vetë jesh kaq i qetë, dhe të kesh emrin në një çështje kaq delikate që është hetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ishte rasti me Gonegal, dhe ti jesh aq i qetë, nuk është aq i qetë Rama. Dhe nuk bëhet fjalë për bashkëpunim me Edi Ramën, sepse Edi Ramës do të nis hetim pikërisht për çështjen me Gonegal, pastaj pa diskutim si bashkëpunëtor i inceneratorëve, bashkëpunëtor i çështjeve të tjera për cilat është brenda Erion Veliaj, është Narrati, Arben Ametaj, është Jurgis Qyrbja, është Besha, Ilir Besha. Të gjithë këta nuk kanë firmosur vetë dhe nuk kanë bërë asgjë me kokën e tyre. Gjithë këta ti punon në një podcast tëndin pa diskutim që ke lirin tënde si eksperte, po ky podcast ka një shef, ka një editor shef, ka një pronar. Dhe ti nuk mund të bësh gjithçka pa e ditur ai pronar që është i këtij portali. Kështu që Edi Rama duhet domethënë kushdo që e mendon në mënyrë jo të sinqertë dhe e hedh si shashk për të trazuar situatën, por kjo nuk është zgjidhje. Shashka duhet marrë në fund. Bashkëpunimi me Edi Ramën nuk mund të ketë sepse Edi Rama është vetë për të hetuar. Jo, ndoshta janë shumë, domethënë, skeptik mund ta kenë menduar këtë gjën, sidomos edhe pas strategjisë së fundit të aplikuar nga Basha dhe Rama me hidhepritet e tyre në retorika të përditshme virtualisht. Dhe ka nga ata që mendojnë që Rama po ja bën këtë nder Lulzim Bashës për ta kthyer sërish si protagonist në sken, etj. Ky nuk është nder. Pra si një marrëveshje mes tyre, po themi. Tani, ti kujtosh dikujt çdo ditë pikën e vet dobët, nuk është i bësh si nisi kjo, nisi natyrshëm kjo. Kjo Ediona nisi Lulzim Basha erdhi të bënte një vizitë në Degën 1 për të prezantuar, jo vizitë, erdhi për të prezantuar kandidatin që isha unë në Degën 1 të Ali Demi në Tiranë. Dhe Edi Rama para dite kishte pyetur ku është Lulzim Basha. Dhe në atë moment erdhi, pasi bëri takim dhe u priti kthej një përgjigje tha Edi Ramës se na ka thënë ku është Lulzim Basha gjithë ditën në terren, kishte qenë në Shkodër, takime tjera me radhë dhe nisi si e tillë. Domethënë nisi krejt rastësisht. Pastaj nuk është qok dhe nuk është i bësh mirë askujt në momentin që i përmend çdo ditë pikën më dobët. Bashkëpunëtorët në burg. Domethënë ti përmendesh bashkëpunëtorët në burg, është si ti thuash
i edhe ti pjesë e këtij e gjithë kësaj gjë, si edhe ti në radhë për të shkuar atje te shokut. Kështu që nuk është aq e thjeshtë dhe Edi Rama Bashën e shikon, domethënë unë shikoj Berishën, të cilën nuk e ka si diçka më të thjeshtë, sepse e di që bashkëpunëtorët e Berishës janë disa prej tyre dhe bashkëpunëtorët e njerëzve të vetë dhe të vetët. Kështu që i ka lidhjet me Berishën. Kurse Bashës, deri tani besoj nuk i ka gjetur asnjë bashkëpunëtor, që nga unë dhe deri ke gjithë ne që jemi në grup. Të ka përmendur, të ka nominuar personalisht kryeministri Rama. Si një nga besnikët e pakët e ka nënkuptuar ai me ironi që i ka mbetur tashmë Lulzim Bashës. Tek ai takim kam përshtypjen që ka nisur kjo gjëja. Kjo nuk është një çështje për të fshehur. Jo, absolutisht. Tani vim tek fushata, megjithëse në fushat jemi. Në terren, ju si e keni përqendruar, po themi, planin tuaj të punës? Ediona, kjo është një fushat shumë jo e çuditshme, se unë këto e kam provuar edhe në 2021, se në 2021 isha e 15-ta në listë. Dhe normalisht, pavarësisht faktit që nuk duhet bënin vota personale, duhet bënin vota për partinë, sigurisht që kishte edhe takime der më der, që kishte edhe një betejë për vota personale. Pavarësisht se si ishin një pjesë e mirë e jona, jo unë shumë, por një pjesë e mirë e jona ata të cilët tjetër bëjnë dhe tjetër thonë, luftuan për vota personale dhe ishte edhe atëherë një betejë. Po këtë herë është një fushat sepse ne jemi të gjithë në listat hapura, ne kemi djegur listën e mbyllur dhe jemi të gjithë për vota personale. Pra do të dalë ai i cili merr më shumë vota. Dita nis unë zyrën time elektorale kam hapur te njësia 1, që është Alidemi, rruga Alidemi, dhe takimet janë shtrirë nga Rogozhina, Kavaja, Kamza, Vora, Paskuqani dhe të gjitha lagjet e Tiranës. Domethënë kjo është të bësh takime, të prezantosh programin, të bësh takime me grupe të ndryshme, me pensionistë, me të rinj, me student, me shtresën e mesme që janë kolegët e mi, pedagogë, të cilët pa diskutim kanë pak kënaqësitë e veta dhe duan shprehin hapur që në këtë vend nuk rrihet dhe janë pikërisht ajo shtresa e mesme që themi ne pjesa gri që duhet ta motivojmë nëpërmjet duke ofruar një program të mirë që faktikisht është duke nxitur meritokracinë, duke nxitur për atë programin pikat tona të programit, të cilat janë mirëqenia e familjes dhe mbështetja për çiftet e reja, 20.000 euro çdo bebe qeshën atëherë, thanë ç'është kjo, bebe e tretë, 20.000 euro. Këtë standard kanë vendet e zhvilluara në Europë. Këtë standard ofrojnë dhe ky është një program që është mbështetur nga CDU-ja gjermane dhe është mbështetur fort, sepse është një program që ka një qasje dhe është më afër vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Saj në nisjen zyrtare të fushatës, një deputet të CDU-s. Po, është zoti Falenski, i cili dha mbështetjen e tij për vetë zotin Basha dhe për koalicionin Euroatlantik, edhe për programin tonë. Ne kemi qenë në Bundestag, ku kemi takuar dhe zotin Kriqbaum. Kemi qenë në Bundestag ku kemi bërë takime dhe pa diskutim kemi patur mbështetje ndaj nesh dhe ndaj programit që ne kemi prezantuar në 1 qershorin e kaluar të 2024-s. Kur prezantoni programin tuaj në terren me elektoratin, këta të fundit, çfarë problematikash kryesore ju rrëfejnë, ndajnë me ju ankohen? Ediona, për shembull, kemi patur raste të takojmë biznesin e vogël. Biznesi i vogël i cili gjatë një dite mund të hyjnë dalin disa tatimor, taksa. Duke ofruar një taks 9%, taksa e sheshtë 9%, është një mundësi më shumë për biznesin e vogël. Duke ofruar një taks zero për ata të cilët kanë 14 milion lekë të reja në vit të ardhura, të biznesit vogël, është një mbështetje më shumë për biznesin e vogël. Duke ofruar një mundësi për studentët që të shkollohen, për shembull, kemi patur takime me studentët, mungesa e meritokracisë. Unë vetë jam pedagoge dhe më thonë Ediona, mbarojnë fakultetet dhe thonë profesoresh ne do hikim. Nuk mund të qëndrojmë më këtu, sepse trokasim në përdyer të dikastereve, administratës dhe nuk na hap njëri derën, edhe pse jemi ekselent, edhe pse jemi me gjuhë huaja, kemi të trajnuar etj me radhë. Duke ofruar një stazh pune për një vit të paguar, i cili shërben dhe si eksperiencë për CV-n e studentëve, duke nxitur meritokracinë, duke nxitur subvencione për 30.000 çifte të cilët kanë mundësi të marrin kredi për të blerë apartamentin e tyre, duke dhënë 2.000 euro për beben e parë dhe dytë dhe 20.000 euro për beben e tretë, duke mundësuar dhe duke ulur taksat për biznesin për taksën e sheshtë 9%. Të gjitha këto gjenerojnë të ardhura dhe të gjitha këto i japin frymarrje bizneseve, i japin mundësi shtresës mesme dhe i japin mundësi të rinjve të kenë më shumë shpresë të qëndrojnë në vendin e tyre, sepse duke patur taksat larta, duke patur paga shumë të ulta, për shembull rritja e pagave, këtu vërtet thonë që është rritur paga,
po paga realisht nuk ka paga të rritura, sepse është thjesht indeksim, dhe indeksimi nuk ka lidhje me rritjen reale të pagave. Dhe duke ofruar rritje pagash, rritje pensionesh, kur i thua një pension mbi 200 euro, dhe duke dhënë bonuse të vazhdueshme për gjithë ata që e kanë 200 euro, dhe ata që e kanë më sipër se 200 euro sigurisht ka bonuse në varësi të pensionet që marrin. Pra gjitha kjo është një mundësi, ose shëndetësia. Ne kemi Edi Ramën, i cili premtoi shëndetësi falas, po sot ne mund të radhitemi ndër vendet në Europë dhe në Ballkan, të cilat kanë një pagesë më të lartë, ku shqiptarët paguajnë nga xhepi mbi 60% të shpenzimeve për medikamentet dhe sistemin shëndetësor. Ne paguajmë taksa, ne paguajmë sistemin shëndetësor. Dhe pse nuk na përkthehet kjo në shërbim? Sepse nuk janë të gjitha medikamentet dhe ato të shtrenjta të cilat pensionistët duhet i blejnë në listën e barnave të rimbursueshme, nuk janë medikamente të miratuara nga FDA dhe EMA, destinacioni është i paditur dhe siguria e medikamenteve në listën e barnave të rimbursueshme mbetet lë për dëshiruar. Të gjitha këto janë një rregullator i mirë, të cilat janë të vendosura në programin e Partisë Koalicionit Euroatlantik. Kështu që duke bërë të gjitha këto, i jep një mundësi të zgjedhin. Dhe gjëja tjetër, në 2017 kishim çdo herë, sigurisht kemi patur program të mirë. Dhe në 2017 kur dila dhe prezantoja programin e Diona, më thonin, po pse me ato do e prezantosh të programin ti janë rregull se je figurë e re, e pa konsumuar. Po dilja me ca drejtor, të cilët kishin 30 vite që mbanin karrige drejtoresh, zëvendësministresh, etj me radhë kishin abuzuar me karriget e tyre, dhe të shkojë të prezantoja programin me ata. Ishte absurde, ishte diçka që nuk shkonte. Dhe sot, duke patur një program të mirë, duke patur dhe figura me integritet, profesionist, njerëz, mjek, arkitekt, inxhinier, të cilët janë pjesë e koalicionit Euroatlantik, pa diskutim, që ti del me ball hapur për të prezantuar programin me njerëz të pastër dhe pa kusur e korrupsioni. Si e interpretojnë demokratët? Ndjes e u zgjat. Jo, s'ka problem. Si interpretojnë demokratët në bazë, në terren, ndarjen tuaj? Ediona, që t'jemi të sinqert, tani unë shikoj një, sidomos pas daljes listës deputetëve, shikoj një apati edhe nga ata të cilët për 4 vite mbështetën grupimin e Berishës. Sepse shikoj një pakënaqësi të shprehur tashmë hapur, duke qenë një fakt i vetëm me figura të cilat kanë qenë aty prej 34 vitesh. Figura të cilat kanë qenë aty dhe premtojnë të njëjtat gjëra që premtojnë çdo zgjedhje, po në fakt ja premtojnë atyre të cilët janë në të njëjtat pozita. Këta që ua premtojnë çdo zgjedhje dhe çdo vit ngjisin shkallët e pasurimit të tyre dhe familjes së tyre. Ndërkohë që shqiptarëve që ua prezantojnë janë po aty mos më dhe më të varfër. Dhe ka diçka që nuk shkon dhe ka një pakënaqësi dhe mes demokratëve, sepse e thash dhe në fillim, të vendosësh në listë njerëz të cilët i vendos thjesht se janë besnikët e tu, por që kanë pakënaqësi tek njerëzit për shkak të konsumimit në politik, i bën ata më të pabesueshëm. Megjithatë, kjo tashmë është bërë realitet, të cilin shqiptarët e kanë pranuar dhe e dinë tashmë shumë mirë që koalicioni Euroatlantik është një grupim politik me figura të pastra dhe ka një alternativë të mirë. Dhe janë të lirë të zgjedhin mes atyre që i lanë 34 vite në tranzicion dhe një grupimi të ri i cili premton diçka reale. Ju besoj që fushatën tuaj nuk është se e bëni vetëm brenda vendit, por edhe me diasporën, duke qenë se kjo e fundit voton për herë të parë. Po. Rreth më shumë se 250.000 emigrantë janë regjistruar për të votuar. Çfarë përshtypjeje, impresioni, konkluzioni keni nxjerrë ju nga takimet tuaja me diasporën? Sigurisht që ka patur takime me diasporën në Londër, ka patur në Gjenova në Itali, ka patur në Selani, ka patur në Athinë, domethënë të gjitha këto kanë qenë takime shumë të mira. Në fillim fare Diona ne kemi kërkuar votën e diasporës, kemi kërkuar Shqipëria një zonë zgjedhore. Kjo ka qenë paketa jonë për ndryshimet në kodin zgjedhor që nuk u miratua me konsensusin e Ramës dhe të Berishës. Kjo është hapur tashmë. Sigurisht dhe votën e diasporës e kemi këmbgulur që t'ishte, por mënyra se si po menaxhohet, mënyra se si mendoj unë personalisht, do të menaxhohet, jam goxha skeptike për faktin se si do të numërohet kjo votë. Pra mund të ndërhyet aty, të ketë një deformim po themi. Unë mendoj që unë kam frikë, kam rezervat e mia personalisht për faktin se si do të menaxhohet kjo votë, sepse
neve këtu dhe kemi shpresën këtë herë në 2025-ën që të ndërhyjë spaku dhe ju e pat një nga arrestimet që u bë ishte për shkak të blerë, domethënë të nisjes së të blerjes votës. Unë mendoj që duke ndërhyrë spaku do të ketë një stepje sepse jeni totalisht e qetë në këtë drejtim, mendoni ju se spaku do të ketë vërtet një rol shtërues në Unë mendoj që po sepse përveç spakut do të jenë organizmat ndërkombëtar, të cilët do të jenë prezent ditën e zgjedhjeve dhe ne kemi shprehur ju e dini që nuk është se bëhet vepra penale ditën e zgjedhjeve. Patjetër bëhet gjatë kësaj periudhe, siç u pa edhe para 2 ditësh, por unë nuk mund të them si pala tjetër e cila i del përpara. Nuk ka vetëm shitblerje konkrete me para fizike, ëh. Ka një forma, ka punësim në administratë, ka leje ndërtimi, ka leje për të ndërtuar një rrugë, një tarac, një mur, diçka tjetër, ka punësim. Po pra, dhe ti je totalisht e qetë nga kjo anë se të gjitha këto do të Absolutisht nuk jam i qetë, po nuk mund ta shpreh tani, sepse nëse do ta shprehja tani do viktimizohesha për të. Jo, po siç ke skepticizmin për diasporën për shembull. Shiko, unë kam thënë që në fillim që me Edi Ramën, në kryeministër. Se ju e keni provuar këtë që sa herë ka pasur zgjedhje dhe me Edi Ramën kryeministër nuk mund të ketë zgjedhje të pastra. Dhe unë mendoj që neve si grupim ja kemi bërë të qartë si organizmave ndërkombëtare, do të thënë të gjithëve, edhe përfaqësuesve ndërkombëtar ja kemi bërë çdo gjë të qartë, se si mund të manipulohet vota, se si mund të punohet për të manipuluar votën përgjatë fushatës elektorale. Pra të gjitha mënyrat se si ata mund të ndërhyjnë dhe ata e dinë shumë mirë, sepse e dinë që nga 2021 në një raport të OSBE-Odirit ju e dini e keni të qartë se të gjitha pikat që paraqiten për zhbërjen e votës ishin të vërteta, ishin ato që kishin ndodhur realisht. Faktikisht morët rezultatin më optimal të mundshëm. Absolutisht, dhe ishit në kohën tuaj më të mirë të bashkimit, po themi kështu. E themi që kemi marrë rezultatin më optimal të mundshëm dhe unë pavarësisht se kjo mund duket në çik jo që sharake, po mund duket, unë them që ne në atë kohë kemi fituar, nëse nuk do të kishin ndërhyr bandat e Jurgis Çyrbes për të ju pendoi edhe ajo klauzola me listat me LSI-n në atë kohë. Janë një sër faktorësh, po Lulzim Basha si figurë fitoi, mori një rezultat të shkëlqyer në 2021-shën. Dhe këtë e them me bindje. Dhe edhe ata të cilët mund të jenë kundërshtarët më të mëdhenj të Lulzim Bashës, mendoj që në heshtje e pranojnë një fakt të tillë. Por kodi zgjedhor, zhbërja e votës, shitblerja e votës, përfshirja e bandave, siç ishte rasti i Çyrbes në Durrës, të gjitha këto bën që të mos ishin fituesit dhe 5 qershori i famshëm edhe situata ndryshoi. Kështu që ndryshoi, por është edhe një çështje tjetër. Neve jemi dhe përballë një fakti, neve kërkuam listat e hapura, Ediona. Ishte mënyra më e mirë Shqipëria një zonë zgjedhore, e cila maksimizonte votën e opozitës dhe ishte në favor të opozitës, e cila mund të bënte ndryshimin. Të dyja këto nuk u morën parasysh. Duhet merreshin parasysh nga opozita, nga ata të cilët thonë që ne jemi opozita, ne jemi shumica. Në fakt ata bashkuan votat me Edi Ramën. Bashkuan votat me Edi Ramën dhe siç e tha përfaqësuesi i tyre, Ferdinand Xhaferi, që në momentin që bashkuan votat me Edi Ramën, kanë përfituar pastaj të gjitha favoret e tjera, nga marrja e vulës, më pas votuan amnistin penale të dyja palët bashk, dhe në këmbim morën vulën dhe të gjitha pazaret e tjera që bën bashk. Do të thënë, e gjitha kjo është një pazar që po bëhet mes të dyja palëve për të goditur një opozitë reale në Shqipëri dhe për të ruajtur status quo-n e secilit. Të Edi Ramës aty ku është dhe Cali Berishës aty ku është. Mirë, luftën për vulën ju nuk është se keni ndërprer, pra vetë Lulzim Basha ka thënë që do të vazhdojë. Absolutisht, Ediona. Ne kemi thënë dhe fakti që Lulzim Basha nuk është në krye të koalicionit euroatlantik, por është drejtues politik, është vetëm për këtë arsye, sepse betejë për vulën nuk mund vazhdonte duke patur ai një impenjim tjetër në krye të një grupimi tjetër, por duke i qëndruar koherent të gjithë nismave që ka marrë për vulën e Partisë Demokratike. Ose kolegu im në parlament e tha para ca kohësh në një media që mënyra se si ishte përfituar vula, mënyra se si bëheshin pazaret për vulën dhe për gjithçka tjetër. Kështu që e gjitha kjo pse jo mund të shkojë deri në SPAK. E drejta është e drejtë dhe e drejta do shkojë deri në fund. Si keni ju marrëdhëniet me ndërkombëtarët? E kam pyetjen sepse shumë herë gjatë vizitave të Lulzim Bashës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është interpretuar jo pak që janë bërë si për inat, po themi në thonjzat
kreu të Partisë Demokratike Sali Berisha, që nuk shkon dot për shembull. Basha veti ka interpretuar si takime shumë të rëndësishme që ka bërë atje. Diçka për këtë? Tani ftesat që ka patur nga përfaqësues lartë Departamentit të Shtetit dhe ata sepse nga që tani jetojmë në kohën kur bëhen pompozitete të tilla vetëm për hir të një foto, të një edhe madje un kam përshtypjen kam qenë prezente në disa takime të zotit Basha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në fillim të dhjetorit, edhe kur ishim të ftuar për inaugurimin e presidentit Trump, ka qenë shumë pak ajo që është bërë publike ndaj asaj që zoti Basha ka realizuar atje. Domethënë takimet kanë qenë me përfaqësues të administratës Trump, me zyrtar të lartë të administratës Trump, me përfaqësues të Departamentit të Shtetit, me njerëz të rëndësishëm të cilët kanë një mbështetje për zotin Basha. Po njëjta gjë ka ndodhur edhe në Bundestagun gjerman, ku nga zoti Krichbaum dhe përfaqësues tjerë të rëndësishëm kanë patur mbështetjen e zotit Basha. Në çfarë përkthehet kjo? Në diçka konkrete, po themi se okay, takime të rëndësishme, por kaq. Takime të rëndësishme, tani jemi përballë një procesi zgjedhor. Mbas këtij procesi zgjedhor, takimet e rëndësishme të zotit Basha do të japin frutet e tyre. E kuptoj. Ndërkohë, të pyes pak për pjesën e Enkelit Alibeajt. Pse nuk bashkëpunuat me të çfarë ndodhi? Shiko, unë nuk kam qenë pjesë e negociatave, unë di shumë mirë që kanë qenë disa herë takimet mes përfaqësuesve të grupimit të Alibeajt, të zotit Shehi, kam përshtypjen që nuk kanë rënë dakord për çështje shumë teknike, të cilat ishin të parëndësishme, por që normalisht një tryezë prevalon ose rëndësia më e madhe jepet atij që ka një shumicë strukturash. Nëse bashkohesh një grup partish, kush ka struktura më të qëndrueshme dhe kush ka më shumë mbështetës apo struktura, pa diskutim ai merr atë drejtimin e koalicionit. Megjithatë nuk kam qenë pjesë e diskutimeve, por mendoj që duhet të ishim të gjithë bashkë. Fakti që nuk jemi sigurisht që dëmton ata që janë më të vegjël, por le të lëm kohës. Unë mendoj që ka qenë për çështje teknike mos arritën në një dakordsi për të qenë gjithë bashkë. Para disa kohësh në studion tim me Lulzim Basha paralajmëroi negociata edhe me forca të reja politike për të bashkëpunuar për 11 majin, por nuk janë konkretizuar. Me sa duket, ai nuk kuptoi edhe faktin që kanë qenë pikërisht ata që i kanë trokitur në derë për një mundësi bashkëpunimi. Po, kjo është e vërtetë sepse kam qenë prezente kur ka patur kërkesa për të bashkëpunuar nga disa prej këtyre partive të vogla, por në fund fare secila prej tyre ka bërë kalkulimet e veta, ka parë nuk do thoya në aspektin pragmatist, por ka parë qasjen e secilit prej tyre dhe në fund secili ka preferuar dalë sipas mënyrës vet në zgjedhje siç kanë dalë. Po mbështetjen që ju keni të gjithë, koalicioni juaj për SPAK-un, për drejtësinë e re, është kjo një retorik, si thuash, për inat të vijave të kuqe tuajat, për shembull për Ramon dhe Berishën, meqense ata në një farë mënyrë direkte apo indirekt kanë llogarit hapura me drejtësinë dhe përdorni këtë si kartë, po themi? Jo, kjo është e vërteta, Diona. Kjo është e vërteta që ka keni vlerësim absolut ju për SPAK-un, nuk keni rezerva? SPAK-u sot mbështetet nga 75-80% e shqiptarëve. Dhe çdo njeri që mundohet të anatemojë SPAK-un, më së pakti dëmton veten e vet. Çdo parti e njëjta gjë, më së pakti dëmton veten e vet. Të çohesh dhe të thuash që unë do shkrij SPAK-un. Filani që është prokurori i SPAK-ut është ky apo është ai? Mua më duket një lloj budallëku që nuk ish në rastin më të mirë budallëk, që nuk i shkon një politikan i karriere. Nuk duhet, domethënë, kemi vuajtur 34 vite për të patur një drejtësi të pavarur. Dhe sot që e kemi, me gjithë rezervat që mund të ketë secili, me gjithë vështirësitë që mund të ketë një institucion i tillë, ne kemi propozuar në kuvend mbështetje reale, kemi propozuar një amendament ku propozojmë mbështetje për SPAK-un, si në financa, si në burime njerëzore. Dhe SPAK-u më së pakti kërkon mbështetje dhe nuk kërkon të anatemohet, sepse ne të gjithë duam, edhe si qytetarë, edhe si përfaqësues politikës, dhe si ligjvënës, duam që të ketë një drejtësi të pavarur e Mirë, ka një kërcitje të vogël këtu në këtë absolutizëm që ju po parashtroni, sepse ju thoni që kryeministri Rama është fajtor
minimalisht tek dosja me Gonigal për shembull, ndërkohë që këtu nga ana e SPAK-ut nuk ka një hetim për kryeministrin Rama. Do nuk dim gjë për këtë, sepse ka një ligj tjetër. Domethënë, çështja me Gonigal është në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nga momenti që është një çështje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk jam juriste. Një çështje të tjera që ju përmendët pak më parë, për të cilat shumë zyrtarë socialistë dhe ish zyrtarë janë sot në qeli për shembull. Domthon, SPAK nuk ka shkuar te kryeministri Rama. A e cënon kjo vlerësimin tuaj, ju bën ju skeptik apo? Absolutisht jo, sepse unë e di shumë mirë që do shkoj. Domethënë, e mendoj që do shkoj, e dini pse e mendoj? Nuk kam informacion, sepse kush thotë që ka informacion për SPAK-un, besoj që SPAK-u është hermetik, ka një hermetizëm për t'u admiruar dhe nuk mendoj që ka mund të ketë tek tuk në i thashë them, por gjëra tjera besoj para një muaj, para se të arrestoj Erion Veliaj. E mendon të njëri që një ditë Erion Veliaj do të ishte në qeli? Të gjithë ishin skeptik dhe thonin, po ja, SPAK-u, incineratorët për Erion Veliajn s'po bën këtë, s'po bën ato, dhe Erion Veliaj sot është në qeli. E njëjta gjë, e njëjta pyetje është sot për Edi Ramën. Po ja, kemi rezerva për SPAK-un sepse s'po reagon ndaj Edi Ramës. Radha, me sa duket është e gjatë, dhe ndoshta mund të jenë shoqet e Ramës, mund të jenë shokët e Ramës dhe në fund është Rama. Po goditjet nga radhët e opozitës, nga drejtësia ju i konsideronit merituara? Shika, unë nuk luaj me 100 standarde, Diona. Ne në zgjedhjet 2021 kishim non-gratat nga Partia Socialiste dhe thonin që neve jemi për drejtësi të pavarur, neve nuk bashkëpunojmë me non-grata, ne nuk kemi non-grata dhe ne jemi kundër atyre të cilët janë nuk kemi lidhje me ata, ne nuk kemi lidhje me non-gratat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në momentin që morëm goditjen tonë, tham, tani që na erdhi neve nder një problem, tani neve e pranojmë, por nuk pranojmë problemin atyre. Është i njëjti standard për gjithë, si për opozitën, si për pozitën. Kush ka një damk, kush ka një akuzë, dal para drejtësisë dhe drejtësia vendos se sa i drejt apo i padrejt është ai apo akuza që është ndaj tij apo ndaj saj. Unë nuk jam askushi për të vlerësuar se si e ka vlerësuar drejtësia një X çështje apo një Y çështje. Secili është të majtë të djathtë para drejtësisë duhet jenë të barabartë. Nga unë e para. Çdo gjë, ne nuk jemi këtu për të thënë kur goditet PS-ja, SPAK-u është i drejtë. Kur goditet ana jon, SPAK-u është i padrejtë. SPAK-u është i drejtë në çdo goditje. Dhe ne duhet jemi të gjithë bashkë që ta mbështesim atë institucion, sepse vetëm kështu Shqipëria do të çlirohet një herë mirë nga pandushkueshmëria e Diona. Të gjithë themi që ai nuk preket se është deputet. Po ai është ministër, nuk prek. Pra, ata kanë drejt të bëjnë gjithçka. Ata kanë drejt të uzurpojnë toka, të bëjnë resorte, ata kanë drejt marrin leje, ata kanë drejt bëjnë kulla, ata kanë drejt të vinte dera shtëpisë, na zën derën e shtëpisë dhe ne duhet heshtim se s'ka drejtësi. Kjo duhet marr fund. Kjo duhet marr fund sepse duhet ketë një institucion ku ne të themi jo. Kushdo që ti jesh ti, para drejtësisë jemi gjithë barabartë. Dhe prandaj them, SPAK-u në fund të fundit është një rreze drite, një mundësi, një shpresë që kemi të gjithë që ky vend të bëhet një ditë. Kjo. Me 11 dhe 12 prill u çel zyrtarisht fushata elektorale për 11 majin. Besoj e keni ndjekur 2 takimet kryesore, po themi të PD-s dhe të PS-s. Një koment për shkrues? Me thënë të drejtën, unë kolege të kundërshtare i kam, po që t'jeme sinqerë, do me thënë, është çështje këndvështrimi, nuk e shikoja më shumë se një herë se cilën për prezantimet të fushatës së Partisë Socialiste. Do me thënë, ndjeja një lloj, nuk do them turp, se turp është të bësh turp, dhe turpi është fjalë e madhe, por ndjeja një lloj sikleti? Siklet, do me një gjë që ti detyrosh të kërcejnë në atë mënyrë, ti detyrosh se kanë përshtypjen një pjesë e tyre janë detyruar të kërcejnë, se duke i njohur karakteret se cilës kam përshtypjen që nuk den njërin shesh të hedhi të hidhet ashtu siç hidheshin ato, nuk e di nga se hidheshin, sepse të hidhesh në atë mënyrë kur nga muzika hidheshin ato se. Po nga muzika e Diona, po kur shqiptarët janë të varfër, kur shqiptarët kur kanë për shembull një pjesë e tyre janë po hetohen për afera, për korrupsion, dhe të hidhesh në atë mënyrë një pjesë. Domethënë ishte shumë e shumtuar. Pjesa tjetër pastaj vazhdojnë akoma sa e mbushi sheshin njëri, si e mbusha sheshin unë, po sheshi u mbush dhe në 2013 dhe mora 1 milion shuplaka. Kështu që secila palë është në hallin e vet. Shqiptarët sigurisht ndjek keqardhje sepse të gjithë në të dyja rastet shkojnë për të parë një fije shpresë, dikush i detyruar, dikush i kanë hedhur hi syve në një moment dhe mendojnë që do të jetë realitet ato që i thonë. Po Rama premton pasaportën europiane.
mund të ketë 2027. Po ku ka pasaportë europiane me Ramon o Ediona? Mund të ketë pasaportë, mund të premtoj pasaportë europiane një njerëz që është në radhë për të hetuar dhe ka gjithë shokët e vet në burg dhe në nënhetim? Si mund? Mirë, se marrëdhëniet me ndërkombëtarët nuk i ka keq. Ndërkombëtarët edhe mos skeptikët ja njohin këtë kartën e marrëdhënieve se di pak edhe të çuditshme, për shembull e kemi parë në shumë evente që ka goxha konfidencë me shumë emra të rëndësishëm, qoftë edhe në zonën europiane për shembull. Ndërkombëtarët kanë marrëdhënie institucionale, ka një qasje ndryshe karizmatike. E di si është, më duket Rama si ata prindrit problematik që në shtëpi janë të dhunshëm dhe kur dalin jashtë i duan gjithë sepse qeshin, bëjnë shaka dhe bëjnë gallat me të gjithë ata që janë jashtë derës. Ashtu është Rama. Domethënë brenda familjes vetë ka bërë lëmsh situata, e ka bërë cop gjithë realitetin, e ka grisur gjithë realitet ku jetojmë dhe kur del jashtë shitet ashtu sikurse nuk është, por një pjesë e mirë e ndërkombëtarëve, nuk po them gjithë, një pjesë e mirë e ndërkombëtarëve respektojnë institucionin dhe Rama dhe ministrat që ai ka rreth vetes janë përfaqësues të institucionit dhe kjo është arsye që ata bëjnë atë respektin formal ndaj Ramës. Por Rama nuk mund premtoj pasaportë europiane sepse Rama është një njeri i cili në çdo vit progres raportet vijnë me një problematik. Ajo është e vetmja problematik që kemi. Korrupsioni, krimi organizuar. Do me thënë të premtosh pasaportë europiane kur ti nuk e zgjidhur dy çështje thelbësore si korrupsioni dhe krimi organizuar. Mira, i thotë kemi hapur luftë. Si ke hapur luftë? Po lëm drejtësinë, bëj punën e vet, krijuam drejtësinë, ne dhe unë dhe Partia Socialiste thotë. Po Rama nuk ka krijuar drejtësi. Se po ta krijonte Rama drejtësinë, nuk kishte nevojë të krijojë institucione edhe pse po na godet neve thotë ne. Po, hedhim vallën gojë ujkut. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Po të kishte dashur dhe po të kishte patur minimalisht pak vullnet Rama për të krijuar drejtësinë, nuk do të ishte krijuar institucioni SPAK-ut, sepse nuk është në asnjë vend tjetër të Europës. Ka drejtësi, ka gjykata, ka prokurori, ka gjykata të larta, gjykata apelit e tjera me radhë. Nuk kishte nevojë të bëjë SPAK-u. U bë SPAK-u si nevojë imediate për të luftuar korrupsionin në Shqipëri në nivele të larta. Kjo është arsye pse u krijua SPAK-u. Dhe Rama t'ia thotë njerëzve të cilët e besojnë. Pra e bën amerikanët thoni jo Partia Socialiste. Absolutisht e bën amerikanët dhe mbështesin amerikanët dhe Bashkimi Evropian. Kjo është taksative dhe domethënë duhet ta hedhim poshtë çdo aludim që ky institucion mbështetet nga Rama. Nëse do ishte mbështetur nga Rama apo çdo njeri që është pjesë e tranzicionit 34 vjeçar, tu do ishte ndërtuar drejtësia në këto 34 vite, do të kishim dalë nga tranzicioni dhe nuk do të kishte kaq shumë korrupsion dhe pandëshkueshmëria do të kishte përfunduar. Një koment i shkurtër meqense jemi këtu, ju besoni se Rama dhe Berisha sikurse flitet apo nënkuptohet nga ata që janë ndoshta kundërshtar të tyre për shembull në elektorat duan dhe kanë një plan të fshet për të shkrirë SPAK-un për shembull, për t'i vënë Shkopinj në rrota. Njëra nga format për shembull e tillë është interpretuar Komisioni Xhafaj nga radhët e Partisë Socialiste. Një nga këto është Komisioni Xhafaj. Komisioni Xhafaj ishte një nga komisionet i cili u ndërtua për të goditur ose për të sfumuar atë figurën e SPAK-ut dhe detyrën e SPAK-ut. Pjesa tjetër është që tregon hapur që asnjëra palë nuk e do SPAK-un, është bashkimi i votave për amnistin penale, cilën e hodhën poshtë që nuk është e vërtet, por erdhi vetë Altin Dumani në parlament dhe tha po, janë 100 e sa të liruar, të cilët janë të akuzuar për korrupsion të nivelit lart dhe janë pikërisht për shkak të bashkimit votave për amnistin penale mes Berishës dhe Ramës. Domethënë, të dyja palët kanë bashkëpunuar hapur dhe bashkëpunimi ka dalë hapur mes Ramës dhe Berishës. Rama do Berishën sepse ndihet më komod, sepse sigurisht ato kullat, ato lejet e ndërtimit i japin, i marrin me njëri tjetrin, mbarojnë punët e njëri tjetrit dhe janë komod me njëri tjetrin, ndërsa unë dhe të gjithë kolegët e mi dhe ata që përbëjnë këtë grupim që ne kemi, as nuk kemi kërkuar as leje, as tendera, as po ndërtojmë resorte, as kemi bashkëpunuar për të ndërtuar resorte me ish kryebashkiak të Partisë Socialiste, as nuk i kemi kërkuar Erion Veliajt për të na firmosur leje ndërtimi për të ndërtuar resorte në periferitë të Tiranës, as nuk kemi marrë leje për kulla, as nuk kemi marrë leje për pallate, as nuk rrim skutave me deputet të Edi Ramës për të bashkëpunuar për të ndërtuar pallate apo resorte. Të gjitha këto janë fakte të cilat dalin hapur dhe nxjerrin hapur që ata të dyja palët janë bashk dhe nuk mund të jemi ne bashk kur ne asnjëri prej nesh nuk përflitet për një bashkëpunim të tillë.
E kuptoj. Ndërkohë kur të pyeta për dy hapjet zyrtare të PS-s dhe PD-s, ma na shkalove një detaj të rëndësishëm tashmë, strategun amerikan të fushatës Partisë Demokratike Chrysler Civita. Po ai e tha vet, domethënë ai më i qartë se ishte, sepse ata kanë një gjë, kanë një pak të rëndësishëm me të vërtetën, sepse dihet që në Amerikë, nëse ti abuzon me pozicionin tënd, pa diskutim që ndëshkohesh ligjërisht. Dhe La Civita e tha hapur që unë nuk jam pjesë e Trumpit, unë jam thjesht një personazh i cili punoi për fushatat dhe ka mbyllur kontratën dhe vazhdoi me punën këtu. Pra, të gjitha aludimet që La Civitaja do bëj këtë, do heqi don gratën, do loboj La Civitaja është thjesht një menaxher fushate. Kjo është detyra dhe kjo është puna që bën La Civitaja. Po thonë që dhe i është hequr madje. Ke informacion për këtë? Shiko, unë kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam qenë prezente kur zoti Basha ka patur takime me përfaqësues të administratës Trump. Me thënë drejtën as nuk është diskutuar fare. Që është hequr këtë nuk e di, por që nuk është diskutuar këtë e di shumë mirë. Kështu që nëse do të ishte hequr, do ishte bërë lajm, dhe ata nuk e heqin dhe mbajnë fshet për ta bërë surprizë në fitoren e 11 majit. Domethënë La Civita nuk do të ketë asnjë rol në rezultatin e Partisë Demokratike sipas jush? La Civita është një menaxher fushate i cili paguhet. Mbaron fushatën në Shqipëri, mund shkoj në Francë, mund shkoj në Malzi. Po dakord, pa i paguhet sepse jep një rezultat, nuk është kot si menaxher. A do t'japi, a janë rrethanat këtu? Shikoj Diona, ai kur ka ardhur në Shqipëri, nuk ka pyetur kush është kandidatja për deputete dhe kush është kandidati për kryeministër. Ai ka pyetur sa është fatura që do të paguani. I ka pëlqyer fatura dhe ka ardhur në Shqipëri. Këtë ka menaxheri. Kaq mund të bëjë një menaxher fushate dhe pastaj ka planet dhe strategjitë e veta. Do ka marrë vetëm parat? Ka marrë parat dhe do bëj ka planet dhe strategjitë e veta, po ai nuk e di se si është situata e vërtet në Shqipëri dhe ai nuk e di se si është terreni në Shqipëri, se sa do vlejnë të gjitha ato këshilla që mund t'i japë atij grupimit, cilin e kanë me sa shikoj unë, me thënë drejtën kur dal në terren, më vjen keq ta them, po figurat ricikluara nuk i do më njëri Ediona, që të jemi realist. Megjithatë, e them prap, La Civita është një menaxher fushate dhe asgjë më shumë. Ka marrë një faturë, Keni informacion sa ka qenë fatura? Afërsisht jo. Pa diskutim që ka qenë e lartë, sepse është një menaxher që ka qenë dhe pjesë e grupit menaxherëve Trumpit dhe normalisht që është shumë e lartë, por që kjo s'do të thotë se fitoi Trumpi dhe do të bëjë të njëjtën gjë këtu, se terrenet nuk mund të kesh në terrenet të ndryshme. Nuk ka paralelizma, pa diskutim. Kështu që ai është thjesht një person që i ka sigurisht ka rënë dakord për faturën e pagesës, por që pjesa tjetër s'ka asnjë lloj influence. Mund të ketë influencë të ndryshoj qasje që i ndërmerr Departamenti i Shtetit, qasje që i ndërmerr administrata e një shteti të madh siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pritshmëritë e larta që në vendin ton kanë nisur merrjardhjen e Trump në krye të shtëpisë së bardhë, lidhur me Shqipërinë kam fjalën, si i komentoni? Pa diskutim. Pa diskutim që duke patur një qasje të djathtë, duke patur një qasje megjithatë unë shikoj një gjë Trump së pari ka çështje të tjera që janë më të nxehta në Ballkanin në botë, domethënë dhe pa diskutim këto janë çështjet prioritare me të cilat ai po merret dhe koha po e tregon që këto janë çështjet me të cilat ai po merret. Kështu që mendoj që pjesa tjetër pastaj është do ketë përfaqësuesit e vet edhe për Shqipëri, siç do të jetë ambasadori i ardhshëm që do të jetë shumë shpejt, siç do të jenë përfaqësues të tjerë, por kjo nuk ç'bën vendimet. Shiko, unë shikoj një gjë, me anë të asaj eksperience që kam patur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ndodh në Amerikë që një vendim që merret nga një administratë të ç'bëhet nga një tjetër. Domethënë është një vendim që është në vijimsi. Është sistem, po. Është një sistem i cili nuk ç'bëhet. Megjithatë, le të lëm kohës, por nuk mund të presësh nga këto që thuan së fundmi nga menaxher fushate. E kuptoj. Nëse do të analizonim pak pritshmëritë për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, keni bërë ju kalkulimet tuaja, flas për pjesën me këmbë në tokë ose kush nuk do donte që të fitonte? Mua për një gjë më vjen keq Diona, sepse përgjatë gjithë kësaj periudhe shikoj siç ka qenë balta për 4 vite për Lulzim Bashën, kundrejt Lulzim Bashës, këtë muaj është një baltë e jashtëzakonshme nëpërmjet sondazheve që hidhet ndaj grupimit ton. Shikoj sondazhe që janë, domethënë e tekalojnë imagjinatën dhe neve kemi sondazhet tona nëpërmjet një call center që është krijuar dhe ndërtuar, dhe janë sondazhe realiste që s'kan lidhje fare me sondazhet që kemi parë kohët e fundit nëpër
mediat, Po, të cilat si shpjegohet, sepse këtyre sondazheve që po i referosh, nuk e di për kë e ke, po për të gjitha sondazhet që kam parë gjatë fevrit. Euronews, sondazhet që Barometri. Tani faktikisht për hir të së vërtetës ato kanë qenë shumë afër me rezultatin real në shumë palë zgjedhje. Meqense po flisnim për Trumpin, dhe në vimësi të Trumpit deri në momentet e fundit, para se dilte rezultati. Po do më thua që ishte në përparësi kandidate rivale. Po, dhe në përparësi goxhat të madhe kandidate rivale, dhe në fund fare doli Trumpi, sepse edhe Trumpi ka qenë në të njëjta pozita, është baltosur, është goditur, është bllokuar nga mediat, shfrytëzoi median në portalet e veta, mediat e veta që kishte mundësi hapësirat e veta. Deri në fund ka patur një situatë të tillë. E njëjta gjë, nuk dua të bëj një paralelizëm, por po ndodh diçka diçka e shëmtuar këtu me portalet, ku deri në fund do vijojnë me të njëjtin ritëm. Në fillim fare nuk pyesnin fare, për shembull kur bënin pyetje nuk e përfshinin fare Lulzim Bashën si alternativë. Dhe vendosnin tonin Lulzim Basha s'ka dal fare, ndërkohë që se kishin përfshirë si pyetje. Pastaj vijuan dhe e nxjerrin në përqindje shumë të ulta. Duke parë terrenin, sepse ne jemi në terren gjithë ditën. Duke parë terrenin, shikoj një qasje komplet tjetër të njerëzve të qytetarëve në terrenet jona. Shikoj një qasje, do ta them kështu, ndoshta nuk është e hishme, një neveri ndaj së vjetrës, një neveri ndaj së shkuarës. Do me thënë, kur ti jep një flet palosje me programin, thonë, po, boll më me ata që na mbajtën peng. Dhe kjo është ajo mlefi që shprehet nga shumica e njerëzve. Po si shpjegohet që rezultati pastaj është ndryshe? Unë mendoj që është i manipuluar. Se ky mlef nuk është i ri, ëh? Po jo, nuk ka qenë kështu në 2021-shin. Në 2021-shin kishte, sepse kishin brenda nesh kishin të njëjtat figura, që janë sot atje në listë mbyllur. Po e kalonin për hir të ndryshimit. Tani është një lloj revolte e shprehur që boll më nuk i duan më. Dhe kjo është ajo që unë shikoj në terren, që është një si thua, është një përplasje e madhe mes asaj që shoh në terren dhe asaj që shoh nëpër sondazhe, që s'më duket reale fare. Në sondazhet tona ka një rezultat që s'ka lidhje fare me atë rezultat që është aty, nxjerrin një diku ke kam përshtypjen 25% diçka e tillë koalicionin Euroatlantik. Ata që janë pyetur deri tani. Sondazhet tuaja. Sondazhet tona, nuk e them me shifra, sondazhet që kemi bërë ne, po sondazhet që bëjmë ne nuk i bëjmë për t'i bërë qefin vetes. Domethënë është sondazh real, sepse edhe ne duam të dimë se ku jemi. Kështu që unë mendoj që deri në fund le t'ia lëm kohës të shohim se si janë, por sondazhet që paraqiten besoj që janë të stisura dhe të nxitura nga ajo për të bërë një tymnaj me qëllim që të ndryshojnë, është strategji dhe kjo, për të ndryshuar mentalitetin, për të ndryshuar qasjen e shqiptarëve, po besoj që nuk do ndikojnë më sondazhet, shqiptarët janë të vendosur, të kaluarën nuk e duan më. Meqense fole për të vjetrën, të kaluarën, të konsumuarën, shqiptarët janë lodhur prej tyre, sa përqind zë Basha në këtë grupim, sepse ka shumë për shembull që thonë edhe Basha është konsumuar. Sigurisht nuk, jo njëjtë me të tjerët, po Basha ka qenë ministër në qeverinë e zotit Berisha, sikurse ka qenë plot figura tjera kanë patur poste ministrore, por posti një ministri është një ministër i cili në fund fare është në urdhrat e një kryeministri. Është kryeministri ai që ndërmerr të gjithë këto iniciativat, nisma të tjera. Zoti Basha është kandidat i këtij koalicioni për kryeministër. Dhe në momentin që ti nuk e qenë ndonjëherë në një post kryeministri, ke të gjitha të drejtat e tua për të patur ambicet e tua për të qenë kryeministër i një grupimi që përfaqëson. Domethënë, unë nuk e di, ne nuk po flasim për haludime, as për Ramën, as për Berishën, ne po flasim për fakte reale. Kemi një Sali Berisha që është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një hetim për dosjen Partizani i cili ende nuk ka përfunduar dhe nuk e dim se si do përfundoj. Për Ramën shtyr seanca sërish po. Për Ramën ka sigurisht një përfshirje në dosjen Megonigal dhe ka gjithë bashkëpunëtorët e vet më të ngushtë i kanë burg për korrupsion. Domethënë kemi dy figura që janë me fakte reale dhe një figurë e cila si të them më anatemuan mua tani, po na ta anatemoj edhe ty që të jemi të dyja bashkë një lloj. Jo, kjo nuk shkon. Jo, ndoshta është pjesa kur ka qenë kryet Partisë Demokratike që ka humbur disa palë zgjedhje ndoshta. Po ku e dim ne Ediona i ka humbur se kanë lënë të fitojë. Nuk e ka vërtetuar njëri këtë. Domethënë, unë di shumë mirë një Lulzim Bashë në 2021 që ka marrë një rezultat i cili zorse përsëritet më, dhe di shumë mirë një Sali Berish që ka qenë kryet Partisë Demokratike dhe në krye të qeverisjes në 2013 që mori 1 milion shuplaka kundër.
Dhe ne thonim po mirë, 1 milion shuplaka kundër, kur ti je në krye të qeverisë, je kryeministër, ke 8 vite në qeveri dhe Edi Rama 8 vite kishte, i mori. I mori në 2021-shin. Ti nuk ishe mundësi të paktën të fitoje, po jo të merre 1 milion vota kundër. Ishte një goditje shumë e madhe, e cila duhet bëj që figurat tilla të mos riktheheshin më. Ndërkohë që një figurë e cila mori 1 milion shuplaka në 2013 të thotë që unë premtoj të ardhmen. Prandaj po them, është një paradoks i madh në gjithë këtë histori që ca gjëra duhet kujtohen se më duket se janë harruar dhe nuk duhet i harrojmë dhe kur njerëzit i harrojmë ja kujtojmë neve. Nuk mund të thuash ti që Lulzim Basha humsi, Lulzim Basha humbi, Lulzim Basha s'bën, Lulzim Basha kështu se nëse do të na punonin të gjithëve kaq kundër, dhe do të na hitnin kaq shumë balt, pa diskutim që do të ishim të urryer në opinionin publik. Por me kaq shumë balt duhet në një moment duhet kthjellohemi dhe të themi ca të vërteta. Lulzim Basha s'ka qenë në krye të qeverisë në 2013. Ka qenë Sali Berisha që mori 1 milion shuplaka. Lulzim Basha në 2021-shin mori një rezultat shkëlqyer, cilin edhe Sali Berisha e përgëzoi. E ka thënë vetë dhe pavarësisht se ai thotë që janë deklarata politike, sot them kështu nesër them ashtu, edhe kjo është absurde. Kështu që ca gjëra duhet i themi. E merr Edi Rama mandatin e 4? Të s'di ta them, Ediona, sepse Edi Rama është, domethënë, është në pozita, ndoshta pozita të mira sa i përket opozitës, siç është opozita, por është në pozita shumë jo komode sa i përket terrenit në cilën ndodhet partia e tij, grupimi i tij. Kështu që unë mendoj që është në pozita jo komode. Brenda, me sa kam parë, brenda grupimit të tyre ka betejë tashmë, ka disa grupe rivale mes grupit të tyre. Pavarësisht duhet i hyj analizave se secili ka problematikat e veta, por unë mendoj që Edi Rama ka problematika brenda grupit dhe Edi Rama vetë si personazh, si kryeministër, ka çështje të cilat do të duhet në një kohë shumë të shkurtër duhet i sqaroj para drejtësisë. Çfarë do thotë për vendin nëse Edi Rama, Partia Socialiste marrin mandatin e 4 më 11 maj? Çfarë do ndodh? Do të ndodh ajo që do të jetë një qeveri jo stabël, do të jetë një qeveri ndër më jetë shkurtrat dhe do të ketë zgjedhjet parakoshme sërish. Zgjedhjet parakoshme, pra nuk e përfundon mandatin e 4. Nëse e merr, nuk e përfundon dhe nuk mund ta përfundojë. Dhe pa diskutim që një mandat i 4 i Edi Ramës do të ishte një fatkeqësi e jashtëzakonshme shumë e madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sepse është ai autori kryesor i gjithë asaj që përmendëm më lart, po edhe i largimit të gjithë shqiptarëve. Dhe besoj që nuk ka shqiptar sot që i beson më Edi Ramës. Çfarë komenti ke për forcat e reja që këtë herë duket se ndryshe nga çdo palëzgjedhje të tjera kanë marrë më shumë më shumë protagonizëm në skenën politike? Pa diskutim që unë jam pro çdo forcë të re që përfshihet, sepse jemi në pluralizëm dhe çdo forcë e re politike ka të drejtën dhe mundësinë për të bërë për të qenë përfaqësuese në zgjedhje. Por ajo që shikoj unë është që nuk dua t'i komentoj me emra konkret, por një pjesë e mirë e këtyre forcave kanë qenë në 2021-shin. Domethënë është kjo buja, zhurma përgjatë 3-4 muajve para fushatës, zhurma dhe buja gjatë fushatës dhe pastaj bien qetësi. Le të shikojmë rezultatet, se aty kanë qenë të gjitha këto forcat e vogla. Beson në pavarësinë e tyre? Jo. Nuk besoj. Çfarë të thotë? Nuk dua ta bëj publike, por jo, po them emra konkrete. Jo, Diona Majsa kam dëgjuar dhe Majsa kam parë lëvizjet e disave nuk jam shumë besim plot që janë të pavarur. Pra megjithatë është çështje e tyre, janë gjithë lirë të kandidojnë të jenë pjesë e fushatave. Do të kenë po themi protagonizëm edhe të përkthyer në vot në 11 maj? Le ta shohim, këtë se parashikoj dot. Nga terreni shikoj që nuk ka në mbështetje të madhe, por gjithsesi liria dhe e drejta për të qenë është e tyre dhe le ta shikojmë në 11 maj. Ndërkohë, minutat e fundit unë dua të t'i lë të lira, ndoshta për një mesazh që ti ke për elektoratin që do të zgjedh t'ju jap votën më 11 maj, pse duhet t'ju votoj, çfarë premtoni ju në piketa kryesore shkurtimisht, edhe kaq. Ju e dini tani. Çfarë doni të thoni? Një falënderim i tillë bëhet në fund, Diona, po unë paraprakisht do ta thoja që të falenderoj për hapësirën dhe mundësinë që më dhe të falenderoj për mundësinë që më jep për të shprehur atë që
unë premtoj dhe grupimi jon premton për të patur diçka ndryshe, për të bërë diçka ndryshe që me 12 maj të mos themi më që ky vend nuk bëhet më, të mos themi më që në këtë vend nuk rrihet më, të mos themi më që me këta politikan nuk bëhet më ky vend. Ato që kam parë dhe njerëz janë të zhgënjur nga politika dhe politikanët dhe pikërisht janë zhgënjur për këtë arsye, sepse janë përballur me politikanë të cilët sapo janë ulur në karriket e deputetit, ministrit, kanë parë vetëm interesat e tyre personal, kanë parë vetëm interesat për të pasuruar vetë dhe familjarët dhe miqtë e tyre, pra nuk kanë menduar për shqiptarët, nuk kanë menduar për më të mirën e shqiptarëve. Unë mendoj që duke qenë pjesë e këtij grupimi, duke qenë e djathtë dhe nuk lëviz bindjeve të mia djathta, kurse pavarësisht faktit që kjo gjë shkoi në këtë mënyrë dhe unë zgjodha të kem këtë drejtim dhe të jem në koalicionin Euroatlantik për të mbështetur, për të qenë në të njëjtën qasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, për të patur një mundësi për t'i thënë shqiptarëve që duke patur një program të mirë, duke i dhënë mundësi që të kemi taksa më të ulta, paga më të larta, pensione më të larta, një sistem shëndetësor më dinjitoz, medikamente më të sigurta dhe më cilësore, për të patur një jetë më të mirë në Shqipëri, për të patur më shumë meritokraci. Dhe të gjithë këtë të shprehur dhe të garantuar nga një program i mirë i mbështetur nga CDU-ja gjermane, nga figura të pastërta, të pakorruptuara, nga figura të cilat nuk tregohen me gisht dhe nuk thuhet që X-i apo Y-i kanë abuzuar në të shkuarën me karriket e tyre, unë mendoj që duke votuar numrin 4, koalicionin Euroatlantik, dhe më pas në një listë të hapur ku të gjithë jemi të barabartë, ju mund vendosni kryqin në kandidatin që ju dëshironi, secili prej tyre jeni të lirë të zgjidhni secilin prej tyre. Unë mendoj që duke i dhënë një mundësi çdo profesionisti të mirë, çdo njeriu, çdo individi që është pjesë e kësaj liste, i papërlyer nga korrupsioni, mendoj që data 12 nuk do të na gjejë më të zhgënjur, nuk do të na gjejë më të themi që ky vend nuk bëhet, por do të na gjejë duke thënë, le t'i japim mundësi këtij brezit të ri, le t'i japim mundësi këtyre të rinjve, le t'i japim mundësi këtyre profesionistëve, na e bën jetën më të mirë, më të sigurt, dhe t'i japim fund një herë mirë pa ndëshkueshmërisë, sepse fal saj kemi mbetur në tranzicion për 34 vite. Votoni numrin 4 koalicionin Euroatlantik. Të falenderoj për hapësirën. Falenderoj unë që më erdhe për herë të parë në studio, megjithatë sigurisht që do të jemi me shumë mundësi edhe herë të tjera bashkë, sepse do të ketë shumë zhvillime, besoj. 11 maj është pika kulminante, të shohim se ç'do të prodhoj. Unë ju uroj shumë suksese. Ediona ishte kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit. Është shumë e mirë, të falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, ne sigurisht do të takohemi me të tjerë të ftuar me të tjera tema.